me emër i njohur sa i përket regionit në fjalë. Vjen nga komuna Shtrepcës, ajo ishte martuar me një zyrtar amerikan që punonte në OSB-n, ishte në departamentin e demokratizimit kodër të OSB-s, dhe në rast se u premtoj, në rast se unë besoj dhe duhet besoj që Agjencia Konsulat për Inteligencë ka depunuar në kohë reale, sikurse ishte rasti edhe me të akuzuarit tani më, por ju premtoj edhe një herë që nesër do të deponoj edhe në prokurisë speciale të dhënat për personat në fjalë. Zotë Lezi, na shumë edhe analistë të Serbisë, të Maqedonisë dhe Shqipërisë. Unë se cilin vend, unë e të njihëm përmes këtij emisioni, unë se cilin vend nëse ka një informacion kaq të fortë, edhe ndikon kaq pozitiv me vos zbulimi edhe publik i këtyre individëve dhe njerëzve, ti është i bindur në të edhe ma mirë. Me njerë kishë më publiku në gjitha televizionet dhe gazetat e Beogradit, edhe Tiranës edhe Shkupit, nëse do të kishë ndonjë bashkëpuntojnë në një televizioni informacionet të tilla. Shumë është të rëndësishme më zbulu emri i qytetarës të Shtrepcës, e cila punon në qendrën e OSB-s për demokratizim. Sepse kemi me një... Jo, tani punë në nivel qendror, nuk është nivel Kosovës. Nivel qendror, mirë, por nëse ka punuar në OSB për demokratizim... Ka punu një kohë gjatë në demokratizim pas lufte, ju e dini dhe unë e di rëndësinë që ka pas ai institucion për partitë politike zhvillimin e demokracisë në Kosovë, edhe raportet, edhe ndërtimin e raporteve ndëretnike dhe ndërpolitike në Kosovë. Dhe nëse ne kemi pas një person të tillë që ka punuar në kuadër të OSB-s, dhe ka qenë involvuar apo ndoshta i rekrutuar si bashkëpunëtor, si agent apo çfarë do forme në bijën e Serbisë, atëherë bjen që pjesa më e madhe e probleme politike është për shkak të involvimit të drejt për drejt të bijës së Serbisë në Republikën e Kosovës, dhe atëherë në Kosovë që ka qenë në administratën e UNMIK-ut. Vetëm me shtu edhe një gjë. E kuptoj mbase hezitimin e zotit Elezaj, mirë po një gjë e siguroj. Aspekt janë duke Eleza je duke parë që janë duke të fituar avokatë. Konotacion ose